Përshëndetje dhe mirë se vini në Ajo podcast. Sot kemi të ftuar një gazetare të cilën unë do ta quaj gazetare multimediale, sepse në profilin e saj në LinkedIn ju do lexoni që është një gazetare me eksperiencë në industrinë e prodhimit të medias, ka aftësi në fjalën publike, në të shkruarin e lajmeve, në komunikimin e biznesit, në të shkruarin e përmbajtjes, ka njohuri për mediat sociale dhe është një profesioniste e mirë e medias dhe e komunikimit me një master në marrëdhënie me publikun, e cila është fokusuar në marrëdhënie me publikun dhe komunikimin e aplikuar nga Universiteti i Tiranës. Megjithatë, përveç këtyre, ajo është gazetare ekonomie me përvojë mbi 15 vjeçare, është krijuese e podcastit Shiu Monedhave, ka një blog për mamat në profilin e saj personal në Instagram dhe duket si një njerëz që nuk di të ndalet kur, shpik çdo herë formate për të folur me publikun, një mendje e thukët në një mjedis që nuk duket si shumë i prerë për gratë, ajo është Deada Hyka. Deada, mirë se erdhe. Mirë se u gjesh, shumë kënaqësi. Thuaj se u skuqa nga prezantimi. Vërtet? Pa. Gjysmën e këtyre i ke shkruar vetë. Okej. Për vetë se janë të vërteta të gjitha, por më bëri përshtypje, si me thënë, prezantimi yt në një rrjet social i cili është i dedikuar për profesionistët siç është LinkedIn dhe e shikoj këtë në shumë profesionistë të brezit tuaj. Do me thënë, pse nuk është më e mjaftueshme të kesh vetëm një titull? Gazetare dhe profesioniste e medias. Duhet i kemi patjetër të gjitha këto aftësi për të qenë të suksesshme në tregun e punës? Jo detyrimisht, Valbona, por unë mendoj që ne jemi një brez i cili jemi rritur në kohra të çuditshme. Personalisht kam qenë në shkollë në kohën e 97-s dhe kështu me radhë dhe gjithë ndodhjet e tjera që kanë ndodhur, por një gjë që na personifikon të gjithëve si brez millennial është që ja dim vlerat vetes dhe mendoj që është gjë e mirë. E shoh te i gjithë brezi im. Mendoj që t'ja dish vlerat vetes dhe t'i artikulosh ato është kryesorja në këtë botë që jetojmë. Sepse në fund të fundit kemi inflacion në të gjitha anët, pra si në profesionist, si në produkte, kështu që pse të mos i themi me zë të lartë. Ti themi edhe madje me autoritetin e asaj që të jep dija, sepse ti ke punuar shumë për këtë, ke studiuar shumë, edhe kur them që je një njerëz që nuk ndalet kur, më pëlqen entuziazmi që ke për të rishpikur veten në një mjedis që duket që prodhon kaq shumë, duke filluar që nga formate si podcasti për shembull. Më bëri përshtypje në një nga shënimet e tua të vazhdueshme në LinkedIn, se unë mendoj që duhet me ditë edhe me zgjedh platformën me cilën ti komunikon dhe që mesazhi yt të preki ato audienca për të cilat ti kërkon. Dhe diku aty thoshe që podcasti nuk duhet të jetë një platformë për të promovuar veten, pra ty si gazetare, por për të promovuar të tjerët dhe për ta bërë si më të kapshëm objektin për të cilin ti e nis një podcast. Ta nisim me përvojën tënde, pse e ke nisur ti një podcast, duke qenë se ti je një gazetare e afirmuar me një media të afirmuar, siç është Monitori, dhe me një profil të afirmuar. Pse patjetër duhet ta kish edhe ti një podcast? Atëherë, podcasti, flasim gjithmonë për podcastin si pjesë e revistës Monitor, Business Plusi, në cilën unë jam një ndër drejtuese, sepse jemi disa, ka lindur si nevojë e një tregu që po zhvillohet vazhdimisht. Është një shprehje shumë e bukur që thuhet adaptohu, pra bëu update ose vdis, dhe unë mendoj që jetojmë në një kohë të tillë. Pra duam apo nuk duam ne duhet të updatehemi, të përditësohemi me atë çfarë e reja na sjell, sigurisht brenda kornizave që secili nga ne ka. Pra profesionist ose dhe personal, se në fundit podcasti apo dhe mjetet të tjera mund të jenë mjete shumë të mira dhe për njerëz të cilët janë jashtë profesionit të gazetarit. Pra Business Plus lindi si një nevojë e tregur për të sjellë zëra që lidhen me biznesin dhe me ekonominë dhe për ta shkëputur ose më saktë për t'i vënë më në pak këto zëra për te thjesht të shkruarit.
pavarësisht se unë mendoj që ne si media e kemi pikë të fortë të shkruarin dhe vazhdojmë ta kemi. Dhe kozjatja e gazetarëve brenda monitorit e vërteton këtë gjë. Pra, rrim gjatë aty, lundrojmë gjatë në ato ujëra. Por është shumë e vërtetë dhe më vjen shumë mirë që e keni kapur si pikë atë. Ajo ishte vetëm një reflektim personal në një moment që mendova pse të mos e ndaj me ndjekësit edhe me miqtë e mi në rrjetin profesional. Në ditët e sotme kemi shumë podcaste dhe shumë e vështirë ajo që biseduam që njerëzit e kanë të vështirë edhe të bëjnë përzgjedhje. Ose në një moment të caktuar thonë u bën shumë po i lëm fare. Dhe duhet, në gjykimin tim, sipas njohurive që unë kam për podcastin, duhet që një podcast të trajtojë tematikën për të cilën ka lindur. Jo, le t'i kthejmë syt nga deada dhe të bëjë një autoportretizim të gjërave. Kjo gjë nuk ndodh me Business Plusin. Dhe nuk ndodh as me një tjetër projekt të cilën unë e kam krijuar para 3 vitesh tashmë, i cili ka qenë një podcast i mirëfillt podcast, sepse në ditët e sotme Valbona shohim shumë projekte që kanë emrin podcast, por që mirëfillli nuk janë podcaste, janë videokaste, janë intervista të shkurtra, por nuk janë ajo ai format i cili ka lindur i tillë. Dhe përpara 3 viteve mora iniciativën që të bëj një podcast që titullohet Shiu monedhave, që nuk është video, nuk është vizual fare, gjendet vetëm në Spotify, dhe që flet për edukimin financiar për fëmijët. I drejtohet prindërve në radhë të parë dhe fëmijëve. Thënë kjo ndoshta në vrazhna e përshkrimit që më bëre, që gjatë gjithë kohës dua të rishpik veten. Mendoj që ne gazetarët kemi një armë në dorë që nuk jemi shumë të vetëdijshëm, atë të informacionit. Kështu që disa nga ne duhet edhe të sillin formate, të sillin informacione, sepse shpesh herë njohuri që ne kemi, ne i marrim të mirëqenia që ne i kemi, por nuk e dim që një pjesë e mirë e publikut edhe nuk i ka. Kështu që le të qëndrojmë përtej punës zyrtare që ne kemi, le të qëndrojmë pak besnike profesionit tonë, që të shpërndajmë ato informacione që ne i kemi dhe pse të mos e bëjmë një gjë të tillë. Që do të thotë të edukojmë. Nëpërmjet informacionit. Nëpërmjet vetes tonë dhe mjeteve që ne i krijojmë vetes. Sepse në fund të fundit, ajo çfarë gazetarët ndoshta nuk e kanë shumë të vetëdijshme, ose dhe rutina, puna, jeta e vështirë që bëjmë në ditët e sotme, familja, angazhimet ekonomike dhe hallet të tjera si këto, nuk na bëjnë që të jemi të vetëdijshëm, është që burimi kryesor i edukimit jemi ne vetë. Pastaj mjetet që ne zgjedhim mund t'ja mundsojmë vetes dhe në ditët e sotme fatmirësisht ekzistojnë shumë. Rrjetet sociale, podcaste që krijojmë, që rikthehemi prapë te tema, apo dhe në rast se na lejon edhe media në cilët jemi të bashkangjitur, të dashuar. Ti ke bërë një urim për kolegët gazetarë në vitin 2025, që unë do ta përkthej për vitin 2026, se më duket shumë aktual. Ti thua, qoftë ky viti kur historitë që shkruani bëhen aq epike sa çdo lajm që prekni, të ketë më shumë impakt se një meme virale. Uroj që deadline-et të jenë të lehta, burimet gjithmonë të sakta, dhe që klikimet ju mbajnë gjithnjë në krye të listës. Le të jetë 2026 viti kur çdo email përgjigjet, çdo prononcim bëhet në kohë dhe çdo pushim të zgjas më shumë se një titull i shkurtër. Në gazetari dhe jetë, suksese pa kompromis. Mua më duket një urim shumë esencial për atë se si ti e mendon gazetarin. Ti mendon një gazetari që ka impakt, që ka ndikim në shoqëri. Është ky një përkthim i saktë i kësaj që sapo unë lexova, dhe pse e ndjeve ti të nevojshme të përmendesh të gjithë këta element në urimin tënd për kolegët gazetarë? Mendoj që të gjithë këto elemente janë elementë cilët përbëjnë gazetarin ideale. Jo gjithmonë do të kemi gazetari ideale. Shembull për këtë fatkeqësisht më duhet marr websajtet e fundit të shumt të viteve të fundit që janë hapur, pra portalet. Kështu që ai urim me nota humori, se kush është gazetar e din shumë mirë sa e vështirë është të qëndrosh në ujëra duke qenë autentik, duke qenë i saktë. Deadline-et janë kokëdhëmbja më e madhe jona. Po, afatet, e drejtë.
Kështu që ashtu sikurse dhe citimet Burimet të sakta, të rëndësishme. shumë të rëndësishme dhe në kohën në cilën inteligjenca artificiale po bën shpesh lojra dhe me mendjet e gazetarëve, jo më të një populli të thjeshtë, është shumë e rëndësishme ta ritheksojmë atë urim. Pra ti beson që gazetaria ka ndikim në shoqëri dhe një gazetar dhe një gazetare mund të bëjnë ndryshime edhe në mënyrën se si i qasemi të ardhmes, vlerave që mbajmë, Unë mendoj që përgjegjshmërisë së pushteteve. Patjetër, unë mendoj madje që këto lloj ndryshimesh mund të mos jenë të dukshme nga sot nesër ose edhe jo pas një viti, 2 vitesh, por do të jenë në mënyrë lineare të jetës edhe të gazetarit, po edhe të le të themi të formësimit të medias në cilin ai është pjesë. Sepse është shumë e lehtë që të bien pre e kompromiseve të tipit, po marr shembullin konkret për ta bërë edhe më të bien pjesë e kompromiseve në cilën shkrimet i kemi pa burime fare, është shumë e thjeshtë tani. Gazetarët e shkruar, sidomos ato të portaleve, mund bëjnë dhe gjenerojnë tekste nga më të ndryshme nga inteligjenca. Persona që shkruajnë në portale, se jo gjithmonë janë gazetarë. Po i themi të tillë, pra të gjenerojnë në përmbajtje nga inteligjenca artificiale, të pa konfirmuara. Por mendoj që ajo do të ketë ndikim edhe në atë që ai person vetë do të jetë, ose dhe media do të ketë. Që do thotë që duket sikur një gazetar i mirë nuk ka ndikim për momentin, por ai do të mbledh me kalimin e eksperiencës për veten e tij ose të saj mendimet më të mira. Në sensin, neve nuk na duhet të jetojmë nga mendimet, por unë mendoj që imazhi në këtë lloj profesioni është shumë i rëndësishëm. Sepse në fund të fundit, në qoftë se e ka treguar historia, kanë treguar mediat e huaja që në momentin që është detektuar që një gazetar ka pasur le të themi skandalin më të vogël me një burim ose ai gazetar nuk ka qenë më i besueshëm. Pra imazhi dhe besueshmëria është shumë e rëndësishme në jetën e një gazetari, ashtu sikurse edhe të medias në cilin ai është. Prandaj them që patjetër që ka në dorë për të bërë ndryshime, por këto ndryshimet nuk ndodhin brenda natës. Formsojnë atë si individ dhe media në cilin është pjesë. Ti ke shkruar diku që nuk e kishe menduar që do merreshe me gazetarinë e ekonomisë. Është e vërtetë. Si ndodhi ky? Është shumë interesante. Më kujtohet kur ishim në fakultet, jam e sigurt domethënë që brezi im e mban mend shumë mirë këtë. Kishim një ndarje Valbona në cilën ne do bënim një zgjedhje mes gazetarisë së përgjithshme, politike, sociale, ekonomike, dhe nuk u hap kurrë një klasë për gazetarinë ekonomike. As unë nuk isha pjesë. Sepse gjithmonë e mendoni lidhni me matematikën, me fizikën dhe nuk ka lidhje fare me këtë, po mendja një 18 vjeçari në ato vite. Kështu që ishte surprizë edhe për mua vetë, ndonjëherë jeta do bën lojra të çuditshme. Ti gjendesh në një moment diku ku nuk e kishe menduar, nuk e kishe kërkuar, por që ajo çfarë do t'i thoja për shembull brezit të ri është që ta provojnë. Sepse në fund të fundit ne jemi njerëz të lirë, tregu mediatik është disi gjë, le themi, mundësit janë, kështu që nëse nuk gjenden mirë aty, patjetër do gjen në një vend tjetër, pra një lloj profili tjetër në cilin do gjenden mirë. Kështu që eksperjenca, domethënë historia tregoi që u gjenda mirë, kështu që jam ende aty. Shumë nga temat e tua me cilat ti merresh prej viteve tashmë kanë në qendër ekonominë e familjes. Ti flet për pinkflation, që është një lloj inflacioni që ka gratë dhe vajza në mos. Po, gjinin femërore. Dhe ndërkohë un jam duke punuar me një grup gazetarësh për të shpërndar këto parimet e gazetarisë me perspektivë gjinore dhe më duket se ka një rezistencë sa herë që flitet për barazinë gjinore në gazetari, sikur njerëzit janë të lodhur nga këto terma ose janë të pa informuar se çfarë është realisht gazetaria me perspektivë gjinore dhe si mundet ajo të ndikojë vizionin ton për botën. E ke ndeshur dhe ti këtë lloj reagimi me shkrimet që ti bën? Mundet, por kam vënë re për shembull vitet e fundit që njerëzit janë me mendje më të hapur ndaj temave që lidhen në mënyrë direkte me familjen apo me tema sociale në tërësi. Sepse ajo çfarë ne ngatrojmë ose konfuzohemi me gazetarinë ekonomike që e lidhin vetëm me buxhetet, financat publike,
vetëm me këtë, me korporata dhe si ecën ecuria e tyre e biznesit, por jo. Në ditët e sotme çdo gjë është ekonomi. Çdo gjë është ekonomi. Kështu që janë tema të cilat janë të domosdoshme, kanë interes publik, e vejmë re për shembull kur shpërndahen në rrjetet sociale apo kur dalin në akses, pra nga revista kur dalin në website, që ka interes për ta ditur. Kështu që mendoj që janë tema që kanë interes të lartë. Po, si të duket ty, do me thënë, kjo pjesa e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në ekonomi, del mjaftueshëm në kronikat që ne shkruajmë ose në reportazhet që ne bëjmë, a ka nevojë për më shumë vëmendje, a ka nevojë për më shumë burime, a ka nevojë për më shumë shtytje? Kam nevojë për më shumë vëmendje, për sa kohë lajmet e tilla nuk përbëjnë asnjëherë kokat e lajmeve të mediave tradicionale, tipike, ose më saktë atyre generaliste, sepse ne po përmendëm monitorin, po monitori është specializuar për ekonomi. Dhe kjo varet sigurisht edhe nga qëndrimet editoriale në çdo media, Valbona, se sa rëndësi japin diçka të tillë. Ndoshta një profil biznesumini shumë e njohur mund të mos ketë interes, kështu që jetojmë në kohë të tillë. Megjithatë është në, si me thënë, misionin ton që t'i japim të gjithë segmenteve të shoqërisë peshën që ata meritojnë brenda lajmit, edhe për të shtuar edhe pak diversitetin, sepse nuk është mirë që të ngelet jashtë një pjesë e madhe e shoqërisë kur ne flasim për tema të rëndësishme, sidomos kur është ajo e ekonomisë. Dhe vim këtu tek një pasion tjetër i yti, siç është ai i blogut për mamat, që unë mendoja që ishte per se një blog, por këtu e kuptova që është një ndarje e historisë tënde personale si mam në profilin tënd në Instagram. Si lindi kjo si temë dhe pse ti e ke vazhduar? Pse është e rëndësishme që njerëzit të shikojnë përveç se Deadës profesioniste dhe Deadën si mam? Shumë pyetje interesante. Në fakt, po, është shumë e vërtet. Ne jemi mësuar të shohim kryesisht në rrjetet sociale figura të idealizuara. Ashtu sikurse i kemi parë në filma më parë apo në reklama, pra ajo mamaja e kuruar, e bukur që gatuan, çdo gjë është organike, fëmijët janë me sjelljen më të mirë të mundshme. Këtë gjën jo vetëm unë, po ka dhe shumë individ të tjerë vitet e fundit, domethënë që duan ta shembin, le themi, sepse nuk ekziston një person perfekt, nuk ekziston as në profesion, nuk ekziston as në familje një person perfekt. Kur vendosa që thjesht profilin tim të Instagramit ta bëj publik, ndodhesha në një moment në cilën sapo isha bërë nën për herë të dytë, lindi vajza, dhe ishim pandemi, ishte karantinë, kështu që priresha që të nxirrja aty lojra që bëja me djalin tim aso kohë 3 vjeç, ashtu sikurse tregoja edhe këto vështirësitë e ditëve të para të lindjes, dhe ti e kupton që nuk je vetëm, sepse ka shumë njerëz që janë si ti. Dhe një ndër gjërat e para që shkrova në bion në përshkrimin në Instagram ishte jeta si mama, mom life, ndaj të mirat, të këqijat dhe çdo gjë në mes, se ka gjithmonë edhe një zonë gri. Edhe në mëmsi ka një zonë gri. Kështu që është shumë interesante. Në fakt e nisa më tepër për të kaluar kohën, për të qenë kemi krijuar një sistem suporti për veten tonë në një farë mënyrë. Është e vërtetë, domethënë, dhe prireshat mendoja çfarë di unë të bëj, unë di të flas, kështu që pse të mos edhe të shkruaj. Kështu që pse të mos e bëj një gjë të tillë. Kurioztare, si kanë qenë komentet? Komentet në përgjithësi janë pozitive, po ka gjithmonë nga të gjitha anët, domethënë. Ka gjithmonë është gjithmonë dikush aty që donte të kritikojë, ose të japi një shembull tjetër, më perfekt, domethënë, dhe kjo në fakt është një ndër gjërat që teknologjia ka sjellë, sepse të gjithë pas ekranit janë më të guximshëm se sa në jetën reale, kështu që i mirëpresim të gjitha. Dhe mendoj që sa më shumë të zgjerohet madhësia e asaj çfarë ti ke, pra të platformës, sepse unë jam shumë profile të cilët e bëjnë si punë parsorë, domethënë nëse mua më lindi si dëshirë
dhe vazhdoj e bëj sepse më pëlqen shumë. Si hobi. Po si hobi, si fëmijët e nevojë. mi janë rritur dhe tani gjërat kanë ndryshuar, por ata që e bëjnë si punë parsore kanë një platformë me numra më të mëdhenj dhe gjithmonë probabiliteti është që të kesh mendime të kundërta ose një gjuhë jo shumë të mirë. Okej. Edhe si është përvoja e një nëne në vitin 2026 me 2 fëmijë që po rriten çdo ditë me këtë mjedisin më shumë virtual se sa real, me një karrierë të suksesshme, me këto produkte që shtohen çdo herë. Mund na e përmbledhësh në pak fjalë? Pa i Është një lexuar të gjitha po, postimet? është një luftë e vazhdueshme, luftë me kohën, me presionin tënd personal për të qenë më e mira e mundshme sipas kushteve që ti ke, dhe mendoj që sfida më e madhe e prindërimit në vitet e sotme është koha që ti mundesh ose jo ti dedikosh fëmijëve. Me kalimin e viteve kam kuptuar dhe këtë e kam reflektuar, sepse kam pasur shumë ftesa nëpër televizion ose projekte televizive, të cilat nuk kam mundur që të jem pjesë, jo se dëshira më ka munguar, por se në praktik kam zgjedhur diçka tjetër. Pra kam zgjedh të jem ajo Deada që bën edhe gazetaren, bën edhe mamin në një kohë të dedikuar. Pra sigurisht e kam edhe fatin ta bëj një gjë të tillë sepse jo të gjithë munden ta bëjnë, pra mund të jenë pjesë e një sistemi si mediatik ose edhe në profesione të tjera që koha është e limituar dhe do kërkojnë ndihmë nga gjyshër, dado apo institucione arsimore private, after school e tjerë që njihen si dado të ekove moderne. Por unë kam zgjedhur që të bëj kompromis me këtë gjë. Dhe unë mendoj, Valbona, pas gjithë këtyre viteve, pra vajza ime për pak bën 6 dhe djali është 9, mendoj që ekziston gjithmonë forma për të bërë kompromis. Do ma sqarosh që këtë fjalën kompromis është i lidhur gjithmonë me konotacion negativ. Ne kur themi që ka bërë kompromis, duket sikur ka bërë një gjë të keqe. Jo detyrimisht e tillë. Do me thënë, unë mund ta shpjegoj në këtë mënyrë. Unë zgjodha të jem mame. Unë nuk bëra 2 fëmijë se duhet të bëheshin. Nuk bëra fëmijë se ku di unë plani im i jetës do të bëj një çek dhe kjo do. Unë zgjodha të jem nën sepse brenda një moshe të caktuar. Brenda një moshe të caktuar me kushte dhe e keni dhe ju këtë presionin e moshës? Është. Mendoj që do vazhdoj të jetë. Kam idenë se po. Edhe është pjesë lidhet pak me pjesën tradicionale të kulturës shqiptare se sa në vetvete me moshën, do me thënë të nënave apo të grave. Kështu që mendoj për sa kohë unë zgjedhja ime ishte tërësisht e vetëdijshme, që unë dua ta bëj mamin dhe dua shumë ta bëj mamin dhe pata fatin ta bëj sepse ne po gjejmë çdo ditë historinë në cilat gratë kanë probleme me fertilitetin apo dhe vuajnë nga sëmundjet të cilat nuk munden ta bëjnë një gjë të tillë. Kështu që përderisa kjo zgjedhja ime ishte tërësisht e vetëdijshme dhe unë doja ta bëja pa ndihmën e gjyshes apo të askujt tjetër, kompromiset në këtë kontekst kanë qenë të mia si Deada, sepse fëmijët e mi nuk zgjodhën të vinin në jetë, unë i solla. Dhe në këtë sens nuk kanë pse ata të vuajnë pasojat e vendimeve të cilat nuk janë të tyre. Do me thënë, ne nuk sjellim fëmijë në jetë, kjo duhet kuptuar. Vetëm që rriten, se kjo është mendësia tipike shqiptare, rriten, ata do rriten, ata nuk do të mbajnë mend asgjë. Kjo është tërësisht e gabuar. Ata mbajnë mend çdo gjë. Mbajnë mend praninë e nënës edhe të babait, po mendoj që nëna është një element tërësisht thelbësor në jetën e fëmijëve. Kështu që thënë kjo, kompromiset e mia ishin që le të lundroj në këto ujëra që jam, me këtë detyrë që për mendimin tim është sublime në rritjen e fëmijëve, duke bërë pikërisht këto kompromise, pra zgjedh që të punoj në një revistë ekonomike, që kam luksin të punoj 2 faqe Wordi nga zyra dhe 7 të tjera nga shtëpia, sesa të jem pjesë e një projekti televiziv i cili do të mbante larg fëmijëve të mi. Dhe unë këtë nuk e doja. Shpeshherë ma kanë vënë duke dhe më kanë thënë, përsëri kthehemi te ajo e moshës. Okej, ti mund ta bësh pak më vonë kur fëmijët të jenë rritur, po ndoshta nuk do kesh mundësi sepse do jesh në një moshë tjetër.
Edhe ndoshta unë nuk e dua tani, ose nuk do e dua më pastaj. Prandaj e përmenda fjalën kompromis. Cili është modeli yt në jetë? Sepse me këto tipare që ne dhamë dhe që ti zbulove dhe gjatë intervistës, mua më duket që je përfaqësuese e një brezi modern të gruas shqiptare, e cila nuk zgjedh të bëj ose familjen ose karrierën. Zgjedh të bëj të dyja me kushtet e saj, me prioritetet që ajo vendos, por ne nuk e kemi një trashëgimi në këtë anë. Është e vërtet. Kush është modeli që ju frymëzon? Nuk kam një model. Nuk e? Jo, nuk kam një model. Je vetë Është shumë, jo, është shumë e vërtet kjo që ne kemi parë gjithmonë modele në dy skaje. Pra ose mama që detyroheshin të rrinin në shtëpi për hir të angazhimeve familjare, ose sepse kishin një mungesë në profesion, në jetën e karrierës në cilën, ose ana tjetër, skaj tjetër që fëmijë që rriteshin me dado, gjyshër, mama që ishin gjithmonë unë mendoj që mund të bëhen të dyja. Mund. Se sa mirë bëhen pastaj do e tregoj vetëm me ardhmja. Është ajo tipikisht shpreha që ne përdorim apo e rris mirë këtë fëmijë, është një ndër projektet që ne ndërmarrim rrisje në jetë dhe ne do ta kuptojmë vetëm shumë vite më vonë. A ishte mirë apo jo, por unë mendoj që mund të bëhet, Valbona. Janë mundësitë që ti të arrish të bësh të dyja. Dhe në fakt, realiteti po e tregon që sidomos në Tiranë, në cilat dominon familja vogël, nuk kemi të bëjmë më me ato familje tipike me gjyshër, mamat po mundohen, gratë në karrierë, po mundohen që ta bëjnë dhe e bëjnë. A kemi neve një komunitet në gazetari? A i konsideron ti kolegët dhe kolegët e tua pjesë të një komuniteti profesional të cilët janë aty për ty, kur ti ke vështirësi me oraret, me deadline-et, me afatet, apo se cili bën kështjellën e vet të vogël, me podcastin e vet të vogël dhe me projektin e vet personal, pa u merakosur shumë për atë që ndodh në të madhen, sepse duhet ta pranojmë që megjithse mundësitë janë më të mëdha tani për të bërë gazetari më të mirë, reputacioni i gazetarëve dhe i gazetareve ka rënë. Të paktën ky është perceptimi im, nuk e di nëse e ndan. Dhe është pikërisht në dorën e këtyre njerëzve që punojnë në media për ta rifituar reputacionin dhe besueshmërinë, por duke mbajtur njëri tjetrin të përgjegjshëm dhe duke u solidarizuar me atë që shkon mirë dhe jo me atë që shkon keq. Unë mendoj që komuniteti ekziston, por sa jemi ne pjesë e komunitetit dhe sa bëjmë për njëri tjetrin varet shumë nga individët, nga prioritetet që ata kanë, dhe jo vetëm nga natyra egoiste apo jo e një individi, sepse mendoj në vetvete njeriu është egoist, e kemi pjesë të natyrës tonë, do me thënë në fund të ditës secili nga ne kryen misionin e tij në profesion dhe kthehet në atë ambientin në cilën dera mbyllet dhe gjithçka mbetet pas dere, por komuniteti ekziston dhe mendoj që ka shumë profesionistë të mirë që bëjnë për njëri tjetrin. Unë nuk mendoj që solidariteti mungon në mesin tonë. Do me thënë nuk kam dëgjuar kurrë deri më sot, gjithë këto vite, që ti kërkosh një kontakt një kolegu ose kolege dhe ai të mos e japi. Po për gratë dhe vajzat, ekziston një njëjti komunitet? Se nuk flasim vetëm për kontakte personale ose profesionale, por edhe mbështetje emocionale në një moment të vështirë, sepse mund të jenë gra të divorcuara, mund të jenë gra me probleme në familje ekonomike, mund të përballen me një sëmundje të papritur. E kuptoj, ka pasur raste të tilla. Qoftë edhe modele prindërimi, sepse jemi në një fazë kur gratë e brezit tuaj i kanë ose para adoleshencës ose në adoleshencë, edhe kanë vështirësi për të qenë të pranishme, ashtu si ti thua, edhe për të qenë. Mendoj se është shumë individuale, është shumë individuale dhe varet nga rrethi që ti ke ndërtuar në jetë, sepse një pjesë e mirë profesionistëve në media, pra gazetarëve, mundet që atë rrethin e ngushtë shoqëror mund të mos e kenë pjesë
të kolegëve ose ish kolegëve apo të njohurve po në media. Mundet që të jenë gjetka në një industri tjetër dhe është shumë okej kjo gjë. Ashtu sikurse mundet të jenë brenda të njëjtit industri. Prandaj them që është individuale. Nga ana tjetër do thoja që varet edhe marrëdhëniet që secili nga ne, pra secila grua në karrierë, në gazetari, ka në median në cilën punon. Dhe këtu pastaj do ndalesha në 2 pika. Ti mund të ndërtosh marrëdhënie shumë të mira në një mjedis që nuk ndryshon vazhdimisht. Dhe ne dim që televizionet ndryshojnë vazhdimisht. Flasim gjithmonë për gazetarët, sepse një pjesë e mirë e emisioneve furnizohet nga gazetarët e rinj dhe ata katapultohen në vende të tjera. Kjo pastaj varet me aftësinë paguese, sepse nëse paguhet pak patjetër që do ndryshoj punë çdo 2 vite etj etj. Në media në cilat ka një qëndrim dhe kozjatje më të lartë gazetari, patjetër probabiliteti është që me njerëz të cilët ti shpenzon 6, 7, 8 orë, familjariteti rritet. Dëshira për të qenë afër njëri tjetrit rritet dhe do s'do përveç çështjeve të punës, do flasësh edhe për gjëra personale, do ndash gjëra personale dhe do jesh edhe pjesë e hapësirave personale të njëri tjetrit. A ka konflikt breznor në gazetari? Unë nuk mendoj që ka konflikt breznor, por ka një ndryshim mendësie të jashtëzakonshme mes brezave, edhe në industri të tjera, po edhe në gazetari. Për shembull, gjenerata Z, të lindurit nga viti 1997 deri 2012 kam iden, shpresoj të jem e saktë me këtë, janë një brez shumë që kërkon qartë, po kërkon shpejt. Ne millennials nuk e kemi pasur këtë. E para nuk kemi kërkuar kur shpejt, sepse jam e bindur që çdo koleg apo kolegja ime që do më dëgjojë në këto momente, do të kujtoj që ne kemi punuar pa para në fillimet tona. Të gjithë ne. Nuk po përmendojmë sigurimet, po them pa para kemi punuar vetëm që të mësonim diçka. Ky brez, gjenerata Z nuk e ka këtë. E don shpejt dhe e don tani paran. Po paraja nuk vjen kaq shpejt. Edhe për më tepër nuk të vjen ty në mënyrë të menjëhershme. Sepse në fund të fundit tu zbulosh në radhë parë kush je ti vet dhe pastaj t'ia tregosh edhe të tjerëve kush je ti, se kjo është shumë e rëndësishme, ti je gjithmonë pjesë e një sistemi. Ti mund ta dish brenda vetes, po duhet edhe ta tregosh, pra sa mirë flet, sa mirë shkruan e të tjera se këta. Kështu që mendoj që konflikti më i madh në thonjza është mes brezave, por imagjinoni pak në një redaksi, një Gen Z me një boomer ose millennial në rastin më të mirë, se sa konflikte në thonjza mund të sjellë pikërisht kjo. Pa nuk është detyra atyre që janë pak më të me përvojë në profesion që t'i udhëheqin brezat e rinj, mentorimi, procesi, kalimi të trashëgimisë që ne kemi dhe jo për të mbyllur në atë kullën tonë të fildisht, që ata duhet ta kalojnë patjetër gavetën ashtu siç e kemi kaluar edhe ne. Ndodh nga të dyja, se ti po e citon dhe unë po e mendoj që po ndodh nga të dyja, sepse mendoj që nëse flasim për një brez më të madh, pra boomers, koha fizike edhe nuk ja mundson shumë që të jetë gjatë gjithë kohës, sepse ne flasim për 55 vjeçar, të cilët kanë disa pika të tjera të rëndësishme përveç se jetës profesionale dhe mendoj që në një fazë në jetë vjen kjo. Pra kanë prindër në moshë shumë të vjetër, kanë fëmijë në fakultete ose dhe jo, nuk ka rëndësi kjo gjë, dhe ndoshta kanë shqetësimet e para shëndetësore të vetes së tyre. Kështu që mendoj që jo çdo gjë do varet nga dora e tyre. Patjetër që në redaksi, unë marr rastin në cilin shoh për ditë, se jo të gjitha i njoh nga brenda flas, patjetër që drejtuesit japin nga know-how i tyre në mënyrë të pashmangshme, por pastaj varet, domethënë nuk do t'ja lejmë vetëm brezit më të madh në dorë. Dhe këtë gjë e kam kuptuar vonë, po e kam kuptuar edhe praktikisht kur kemi pas pjesë tonën në gjeneratën më të re. Për ta mbyllur, cili është projekti yt i radhës? Se mendja jote gjithmonë punon për një gjë ekstra. Faleminderit për pyetje.
konsideroje si një platformë edhe për të Faleminderit. ndarë më shumë. Projekti im i radhës, përveç se do vazhdoj të qëndroj në monitor, nuk iki nga aty. Më mirë se aty nuk ka. Më besoni. Projekti im i radhës është përpos podcasti që nisa 3 vite më parë Shiu Monedhave që flet për edukimin financiar ndaj fëmijëve, do jetë ndërtimi i një aplikacione që i drejtohet prindërve dhe fëmijëve me të njëjtin emër, pra Shiu Monedhave, që na mësoj disi mbi paranë, se unë mendoj që jemi një shoqëri në cilën nuk kemi njohuri financiare dhe problemet më të mëdha financiare në jetë në një moshë adulte të rritur vijnë pikërisht nga mungesa e njohurive që ne kemi, nga mungesa e literaturës në shkolla që të kemi njohuri pak më të mëdha, pra marrëdhënia jonë me paranë është toksike. Jam e bindur, do të thënë, unë jam përballur me një le themi përgjegjësi ose jo me paranë në moshën 18 vjeçare dhe një pjesë e mirë i ndodh e njëjta gjë pra si unë. Dhe pjesë përveç aplikacionit do me thënë që do të ndërtoj së shpejti, është dhe botimi një libri në këtë. Shumë urime. Faleminderit. Që nga viti plot dhe të gjitha ato urime që i ke dhënë për kolegët, shpresoj të realizohen edhe për ty. Ishte shumë kënaqësi që të pata në këtë bisedë të shkurtër, por intensive. Në një platformë që synon të tregojë jetët reale të grave në Shqipëri dhe jo vetëm, për të dhënë disa mesazhe që jo çdo herë dalin kështu në rrjetet sociale, sepse ne kujdesemi të gjithë që të heqim ato pjesët pak gri, pak të errta, por jeta nuk është kështu, ne nuk e zgjedhim të vi vetëm me anën e ndritshme, ne duhet të mësojmë që edhe nga rrëzimet të përfitojmë, edhe të ngrihemi sa më shpejt, sepse e bukura qëndron tek sfidat. Shumë faleminderit për eksperiencën tënde, për mendjehapësinë tënde për ta ndarë këtë eksperiencë edhe me të tjerë dhe shpresoj që ky podcast të marrë më shumë vlerë nga ndarja e historive si e jotja. Faleminderit. Shikuesve të podcastit u lë takim herën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.